Histori sportive në RTS Shkodra, këtë radhë është ndalur tek sporti i ping-pongut, duke pasur si personazh kryesor në emisionin e mbrëmjes të së premtes Ylli Markun, një ping-pongist që për vite me radhë ishte në përbërjet e ekipeve të vllaznisë, ndërkohë që pasionin për ping-pongun e vazhdon me shumë përkushtim edhe sot në moshën 55 vjeçare. Si shumë të tjerë, fillimet e tij me sportin i ka në shtëpinë e pionerit, që aso kohë ka qenë vatër e promovimit të brezit të ri. Ndonse futbolli ishte ai që e tërhoqi fillimisht, në vijim do të ishte ping-pongut, të cilin e nisi zyrtarisht në drejtimin e trajnerit Gjovalin Stefa. Se bashku me vëllain e tij, Nestin, edhe ai pasionant i ping-pongut, do të përfaqësonin Shkodrën në disa spartakiada kombëtare të pionerëve, ndërkohë që më pas do të inkuadroheshin në ekipin e vllaznisë. Vite këto që Nesti i kujton me kënaqësi duke përmendur armat e tillë, duke nisur nga trajneri Frederik Berisha, Cezar Baba, Tarqiz Shestani, Fuat Pelinku, Enver Parmeza, Nadir Quku, Gëzim Pepa, Sokol Tirana, Tonin Dusha dhe Tonin Binoshi, të cilin do ta kishte edhe trajner në vijim në momentet kulmore të ping-pongut shkodran. Ti ke tavolinit tu, unë kam su për me lujt ping-pong. Unë jam 55, imagineja, unë kam fillu që 8 vjeç me lujt të ndëm, 10 vjeç kam shku në shtëpinë pionierit me profesor Gjovalin Stefan. Për mu, Gjovalin Stefa, profesori, është mi fjallë trajneri jemi pari, mi fjallë që ma ka mësu sportin e bukur të ping-pongut. Pra, ka shumë vite mi fjallë që unë jam shumë i apasionuar mas këtij sport, jam shumë i lënë mas këtij sport, por mungesa e gjanave më të thjeshtë që mund thuhet, me ka lënë kështu. Emisioni Histori Sportive do të vijë të transmetohet në ekranin e RTS Shkodra çdo të premte ora 20:30.